Allahun e falenderojmë, prej ti falje dhe ndim kërkojmë mbrojtje prej të ligave të shpirtit ton. A që Allahu subhanahu wa ta'ala udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që e humb, ndërsa atë të cilën e lën të humbur, nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet për shëndetjet më të sinqerta krijesës më të mirë, e cila ka shkel në fytyrën e kësaj toke, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastërt, mbi shokët e tij të ndershëm, e fisnik, dhe mbi gjithë ata cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tyre me sinqeritet. Nuk ka dyshim se fjalët më të mira janë fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Rruga më e mirë dhe më e drejtë është rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pa dyshim se bidatet, risit, robin e çojnë në humbje, çdo humbje përfundimin e ka në zjarr të xhehenemit. Allahu na rujt për zjarrin e xhehenemit neve, prindërit tonë dhe gjithë muslimanët. Të nderuar vëllezër, në gjumon e kalume kem fol për mendimin e mirë për Allahun. Mendimi i mirë për Allahun subhanahu wa taala. Ndërsa në këtë gjumo, në këto minuta që do të jemi së bashku, do të flasim diçka rreth mendimit mirë për njerëzit. Mendimi i mirë për njerëzit. Po dyshim se Islami është fe e cila thret që ne të kemi mendim të mirë për njerëzit. Dhe dhe të largohemi sa ma shumë nga dyshimet, mendimet e këqija për ta. Për arsye se e fshehta i takon Allahut subhanahu wa taala. Është veçorie krijuesit, Allahu te bareke wa taala. Të fshehtat apo brendësit çka njerëzit i posedojnë, apo gjendjen e njerëzve çka ata posedojnë në brendësit e tyre, nuk i di askush tjetër përveç Allahut. Është ekskluzivitet i Allahut te bareke wa taala, është alimul ghaib wa shahada, është ai ditur i absolut, i të fshehtës dhe i të dukshmes. Për atë dhe Allahu na thot në Kur'an, ja eyyuhalladhina amanu, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. O ju që keni besu, thirrje për besimtarët, që është thonë prej dietarëve islam, se kur e ndëgjon thirrjen ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besu, dush me i hap vesht mirë, se pi Zotit po të vjen ose një urdhër për me vepru diçka, ose një urdhër për mu largu për i diçkaje. E në këtë rast, urdhër është për mu largu. Po të oju që keni besu, largohuni prej paragjykimeve, se disa prej tyre jonë gjinohe. Wallahi është shqetësuese kjo, edhe për atë arsye kom zgjedh me trajtu këtë temë, se aq jemi të zhytur si shoqëri që s'polojmë kuj po i qit do të thot hije, po i qit besht me një fjalë. Ka disa prej neve, Allah ju udhëzoft ja Rabbi, e na udhëzoft edhe neve në rrugën e drejtë. S'len kuj po i nxirr që thot populli kime, kë zban, kë kështu, kë ashtu. Ja man ja Rabbi, me çfarë drejte? Ama kjo është ignorancë e thellë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabul hadith. Kujdes thot nga paragjykimet, sepse paragjykimet janë gënjeshtrat më të mëdha. Janë gënjeshtrat më të mëdha. Mendimi i keq, dashurit e mi për të tjerët, e çon robin mu armiqsu me njerëz, me pas konflikte me ta. Sepse edhe po ashtu
mendimi i keq i bën që mu prish edhe lidhjet farifisnore ndërmes vete. Për atë besimtari i mençur, që shtaron në hadith pejgamberi s.a.s. Ka thonë pejgamberi a.s. besimtari i mirë nuk e qet veten në pozita dyshimta. Edhe këtu është porosi për secilin prej neve që mos m'ja u hap dyrt këtyne njerëzve tani me të paragjyku. Mos e qit veten në pozit të palakmushme. Mos e qit veten në pozit që me lon tjetrin me hap gojen e tij dhe ai me nis tani me qit vëner, se jo ndo, na njerëz gabimtar, vallahi unë që po flas, e ju që po ndëgjoni, krejt na bëjmë gabime. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, kullu ibn Adam khata, krejt bita Ademit ka thonë janë gabimtar. Krejt bëjnë gabime, edhe unë, edhe ti, sa do që din, sa do që i përkushtum, sa do që i devotshëm, vallahi billahi ki gabime. Kush si pështon gabimit? Po problemi e dashurit e mi kur bëhen gabimet me qëllim, me paramendim, me planifikim, kjo është tani shumë e rrezikshme. Për atë Allah subhanahu wa taala kur na fol për paragjykimin në Kur'an, shiqoni një ajet tjetër çka thot: "Wa ma lahum bihi min ilmin yattabi'una illa adh-dhanna wa inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi shay'an." Thot ata nuk din asgjë për atë emërtim. Çka fjala këtu në ajet, pe bëj vesh një sqarim të shpejt, është fjala kur mushrikint i emërtun me lajket me emra, apo i atribun me lajkeve gjini, thanë janë femra. Allahu tha, ata nuk din asgjë për atë emërtim. Ata nuk ndjekin tjetër vetëm paragjykimet. E paragjykimi nuk është asgjë ndaj së vërtetës. Wallahi njerëz lodhen të i paragjyku tjerë. Po maki nga njëherë i gjuën dikujnë qovë, ajo është i pastërt, sikur se që kanë qenë të pastërt ujst, kur janë akuzu se kanë derdhë gjakun e Jusufit a.s. Thë e dini, kur përmenda këto, kur kanë ardhur te Jakubi, që i kanë thonë, ishim të lujt e hëngrën ujt Jusufin. Ka ardhur transmetime mbasi e përmendi Ben Kathiri dhe tjerët, kur o mërzit Jakubi a.s. dhe o dalë më rënku, Allah subhanahu wa ta'ala ja ka qu ata ujt për rreth që ka i kanë pas, edhe ka thynë një ligjë kosmologjisë, ujku nuk fol. Po Allah kur dënë me eshti me fol, i thot fol edhe e fol. Edhe na e besojmë këtë. Kanë ardhë ujtë e Jakubi a.s. marë së du kanë thonë, wallahi na se kem hongër Jusufin. Se kem hongër na Jusufin. Për atë dashurit e mi, nuk ka gjëmët të rahatshme për zemrën e njeriut në këtë jetë, dhe nuk ka më të lumtur për shpirtin e njeriut se mendimi i mirë për njerëzit. Mendimi i mirë për njerëzit e lën njeriun me jetun qetësi, shpirtin e ka qetë, shpirtin e ka të mbushëm me rahati. E ke pa këta që i paragjykojnë njerëz, këtë dita ju shkan, fa kjo kështu, kjo ashtu, krejt, do më dhonë, se paragjykimi dashurit e mi, apo mendimi i keq për njerëz e çon njeriun me akuzu edhe njerëz që i ka ndoshta edhe më të afërmit. Sa prej mendimeve të këqija kanë ardhur deri te njerëz, sa kanë mendu keq edhe për burri për gruan, e gruaja për burrin. Sa ndarjet sot të ndodhin, pse janë të ndërtuar mbi paragjykime. Realitet s'ka, po është smu, me këtë smundje Zoti na rujt prej kësaj smundje. Kjo është smundje e zemrës. Dëgjoje Ebu Dujania radiallahu anhu, ka qenë një sahabe i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë smut, thot dakhalu alaihi fi maradihi wa wajhuhu yatahallal. Dakhalu alaihi fi maradihi wa wajhuhu yatahallal. Thot shkun me vizitu Ebu Dujanen radiallahu anhu, i cili ishte smut. Kur hinën me pa Ebu Dujanen, i shkelqen të ftyra e ti për gëzimit.
Zakonisht njerëz kur janë smut, e po do pejneve një therë ngesht me i hi, moralavet, nëse vjen xhami thush ti hoxha i ka me bërë që i ka hi thera në dorë, e xhamati e vjen gjyshur mbralalshë me... Jo, që e Buduxhani radiallahu anhu, po shkojnë me po i shkelqen ftyra e ti pe i gzimit edhe i than, o e Buduxhane, pse po të shkelqen ftyra jote kështu? Qka kë gzim? Tha për dy gjëra që shpres të Allahu shumë kam, që këto kanë mu bo shkak me arrit shpetimin të Allahu te bareke ve taala, jon këto. E para thot, kur s'kon fol për gjëra që s'm takojnë. Shumë e madhe jo. Mos me fol për gjëra që nuk na takojnë. Kjo meriton me marrë në hutbe. Edhe ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, min husnul islami tarkuhu ma la ya'ni. Pe islamit mirë është mos me fol për gjëra që nuk na takojnë. Nëse do me marrë vesh një musliman i mirë ajo, këqyre me dëshminë e Resulit alayhi salatu wassalam, këqyra po fol për gjëra që si takojnë. Jo ndo gjithologa në mesin ton gjëshka. Hoxh, bismillah. Inxhinier, bismillah. Arkitekt, kësi, asi, Allah, beni Adem. O mërë gjitholog, mërë më sfal për gjera, e si do masët dashurit e mi. Wallahi, me jahuq, po thëmë kushtimisht, jahuqin mjekësi del njët përmisan. Po në fej me bo me jahuq, a del dikush me të përmisu, Wallahu ta'ala alem se qatë përgjegje që ja ke e filonit bëm vaki, a i pas 5 minutave mundet me ndru jetë dhe shkon të Allah me përgjigjen tonde. Mos ishti hund që s'takojnë, mos ishti hund aty ku nuk është mejdani jëtë. Tha e para, tha, kur nuk kon fol për gjëra që s'm kanë taku, që s'm interesu që marrë me to. Edhe e dyta të zemra ime, tha, ishte pastër të ndaj muslimanëve. S'ka pas paragjykime, s'ka pas mendimet këqija për muslimanët. Prandaj muslimanit nuk i takon të merret me veprimet e X-it e Y-it, se janë disa njerëz boni këtën dita ju shkon, kë kish bo kështu, ai po bën këto, ai shik këtu, ai kështu. Aman ja Rabbi, çfarë jetë është kjo tu marr? Me qila wa qal, tha boni, s'ke, kish marr, s'kish marr. Allahu na përmirësof gjendjen tonë ja Rabbel alamin. Që tash shpejt po du mi përmend 4 raste prej muslimanëve të parë të hershëm. 3 janë prej selefit, e një prej e fundit është ajo qërshia mbitorte për një sahabët madhë, ko me përmend një rast që në ka jep një mësim madhë për këtë qështje. E para, muslimanët e parë të hershëm dashurit e mi, këti ibadeti i kanë ndajt gati. Që i kanë ndajt gati? Që so kanë pas mendim të mirë për njëni tjetrin. Ka thonë njëri pejtëne, lau raejtu ahadu ikhwani wa lihjetuhu, thot nëse kisha me po ndo një vllot temin e prej mjekres ti pikon mjekra e ti prej alkoholit, i pikon mjekra alkohol, kisha me thonë ja pas ka gjujt dikush alkoholin në mjekrën e ti. Na, alo, e kom dit që kësine. Këja, ja, mërë, kjo qasio. Ja ka koj, për që më shef. Ka dole, mërë. Tjetëri tha, nëse kisha me po vllon tem, majet një kodrë, tuk e thonë, ena rabbukumul a'la. Unë e më zoti ju i maj modhi, kisha me thonë, o ka e lexon ajetin në surën Naziat. Ibnul Qayyimi që shka thot rahmetullah alej, edhe kjo është një ders i madh për Ibnul Qayyimi, thot wallahi innal abda la yus'ab alayhi ma'rifatu niyyatihi fi 'amalihi fa kayfa lahu an yatasallat ala niyatil khalq. Thot Ibnul Qayyimi, njeriu robit Allahut i veshtërsohet nga një herë njeti i ti në veprën e ti, nuk din veprën o të e bo për Allahun a për dikon tjetër.
E çka halli atyre, thot që vërsulen mbi njetet e njerëzve. Para të dhe Shejkhul Islam Ibn Tejmije rahmetullah alej, kur fol për këtë pikë, thot Shejkhul Islami, nuk është emet, dëgjoj këtë fjalë të madhe të tij, thot nuk është emet robi mundi krenar me atë çka ai e ndjek. Nuk është emet. Ndërsa thot sa i përket brendësive të njerëzve, këto janë veçoritë Allahut, që veç Allahu i din. Ne i gjykojmë të jashtmet e njerëzve, brendësitë ja lojmë Allah subhanahu wa taala. Për fund, dashurit e mi, me përmbyll krejt, është rasti i ifkit. Ngjarja e madhe që ka ndodhur kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur u prek pejgamberi alayhi salatu wassalam nderin e tij. Munafikat e prekën, e akuzun nderin e tij, akuzun një prej grave të tij, nanën ton Aisha radhiyallahu anha, e akuzun me zina. Kur dëll lajmi në Medinë u përhap një grup e grave të sahabeve, këti sahabes të madh që thashtë që kjo është ajo qërshia mbi torte, ka qenë një sahabe që e ka pas emnin Ebu Ejub, Khalid ibn Zeid, Ebu Ejub el-Ansari, ai i cili kur, nëse keni lexuar të shkrimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur pejgamberi alayhis salam ka ardhur në Medinë, i ka bot do ditë ka flejt në shtëpinë e tij. Gruaja e tij erdhi një ditë dhe i thot tha, ja Ebu Ejub, ala tasma'u ma yaqulu an-nasu fi Aishata? Tha, o Ebu Ejub, o baba Ejubit, a nuk kënë dëgju çka po flitet për Aishën radhiyallahu anha? Qore Ebu Ejubi. Tha, vallahi, tha, kjo është rënd. Rënd është kjo. E kunti enti fa'ilatan, a kishe me boti, o Ummu Ejub, atë punë të cilën pe akuzojnë Aishën? Tha, jo, vallahi, s'kisha me bo. Tha, vallahi, Aisha, tha, me e mirë se ti. Aisha, tha, me e mirë se ti. Nëse ti demek, o Ummu Ejub, s'kisha me bo këtë punë, a ka logjik me bo gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Kjo është mendimi i mirë, dashurit e mi. Kjo është kur zemra është e mbushme me iman. Për fund krejt me përmbyll, dashurit e mi, se jetojmë një kohë të çuditërave. Rinti me një vllot tondin që i kipi 100 kafe me ta, vjen një i huja që lërga, 800 karabishta të shtim për vllahun tënd. E ti e ngjesh që s'është ashtu. Mos bjen këtë kurth pej kurthave të shejtanit. Allahun adhuroft mendim të mirë për Allahun, mendim të mirë për njerëzit, u ushqefshin zemrat tona me këto dy ibadete të mëdha. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.